Ndjej ma shumë, po normalisht emocionet pa përshlushme që i kena prit prej vitit që jena pranu në UEFA, nuk e kemi prit ndoshta që kena marrë këtu, po besimi këtu në djemve, lidhja ty në trajnerit, gjitha këtu, do më thonë e kam bu punën që tash me i pas edhe 90 minuta ndorë që me pas arritjen më të madhe ndoshta prej kur Kosova e ka shpoll pavarësin. U po edhe sot në stadion, u po edhe në ndeshjet e kaluara se çka do të thotë dashnia e njerëzve për kombëtarën e Kosovës, edhe unë besoj që kjo dashni veç do të na shtyjë edhe më tutje, edhe shpresoj edhe me një paraqitje tjetër të marrë në Prishtinë që ta kulmojmë krejt këtë arritje. Para fillimit, a mendoje një fitore të tillë Besjan? E kam ditë që do të jetë ngushtë. 1 gol, 2 golla diferencë, po unë mendoj që për minutës, por deri minutën e fundit Kosova ka tregu futboll më të mirë. Ndërprerjet kanë qenë në anën e slovakëve, po në anën tjetër Kosova ka tregu taktikisht ka qenë shumë më e mirë, lojë shumë më të mirë dhe besoj që kjo në fund edhe u dëshmu me rezultatin që e pam. Normalisht një meritë e madhe kitë lojtarëve, po e kisha veçuar Dion Gallapenin, një djalë që deri para pak kohësh ka luajtur në futbollin e Kosovës, Florent Muslin gjithashtu, edhe krejt tjerë që sot për ne kanë vënë popullit Kosovës një emocion kaq të madh dhe unë shpresoj edhe besoj që të martën në këtë rast unë pe tribunave, jo pe zonës gazetarëve më, kena me shiu emocionin e tjetrin më të madh. A ke ble bilet për të martën? Po e